أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dikur për shikues e ka pyet për çkelën ku duhet më shku. Ka pas për qëllim nëse e ka mësyshi apo shkel, se populli ka shkel dikon keq, me nëj sehire, magji apo diçka tjetër, atë çka duhet më bëj? Cilat janë këshillat e juaja? Sa I përket çështjeve të sehrit, edhe me morën sysh, nuk ka dyshim se kjo është hak, është e vërtet edhe që ndodh. Nuk ka dyshim që është e vërtet edhe ndodh. Mirë pa një gjë e cila është e përhapur tek ne, me gjithë keqardhje, po e them, është e përhapur tek ne, se drejtohen te fallxhort ose sehribaz. Në zgjidhjen e këtyre problemeve. Na më herët e përmendëm si rregull se tauhid, njëshmëria Allahut Azza wa Jalla dhe mbështetja në ta është gjëja kryesore dhe vetëm gjë që I zgjidhen problemet e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë e ka ndaluar në hadithet e tina, edhe ka thonë në një hadith men ata arrafan kahinan aw arrafan فلن تقبل صلاته 40 ليلة. Kush shkon te një fallxhor, apo kush shkon te një sehribaz, te një magjistar, edhe nuk I pranohet atij personi namazi I tij 40 ditë. Ndërsa me një transmetim tjetër ka ardhur se kush shkon men ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Abi al-Qasim. Edhe kush shkon te një fallxhor apo magjistar, edhe I beson atij natë çka I thot, ai vese e ka mohu atë çka I ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andaj kërkimi I shërimit tek fallxhort edhe magjistar është kufër, është mosbesim edhe mohim I dinit Allah subhanahu wa taala. Allahu zjerë prej fesë. Dërsa këshilla jeme, për ta është këshilla që ne ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Leximi I Kur'anit, leximi I Fatihatul Kitab al-Hamid, leximi I Kul Huwallahit, leximi I Kul A'udhu bil Falaq, leximi I Kul A'udhu bin Nas. Zatën këto dy surat e fundit kanë zbritën mu për këtë arsye. Se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovua me seher, me magji për jehudive që ishin në Medinë, Allahu Azza wa Jalla ja zbriti këto dy sura për më ushëruan prej sehrit. Andaj, këshilla jam është të lexojmë këto. Tregohet një rast cilën hadith që transmeton Imam Buhariu rahimahullahu taala dhe Muslimi në sahih në dy koleksionet e tyre, se një grup prej sahabeve kanë dalën një herë derisa kanë arritur një fes prej fisëve të arabëve. Edhe kanë kërkuar që ata me ju bë konak atyne, mirë pa ata thot lem yudayyifuhum. Nuk I kanë pranuar si musafir. Mirë po pa prit mas prijesin e ati fisi e ka kafshuar akrepi. Edhe është smur. Kanë përdorur mjet lloj metodë tyne, mirë po nuk ja kanë arrit që me shëru ata. Derisa kanë ardhur te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pyetur se a ka dikush që mundet me u bë sebeb me shëruan prijesën e fisit tonë. Atëherë është ngrit njëri prej sahabëve dhe ka thonë se na kërkuam që ju të na mirëpritni edhe nuk na prit në vendin e ju. Na thot nuk ju bojmë rukje edhe nuk bojmë kurim përderisa caktoni për neve një sasi mallit caktuar. Atëherë jon pajtuar me një kopë delesh, edhe thot se ka shku sahabiu radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ja ka lexuar surën Fatihatul Kitab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe ka ardhur në hadith se prisja ati vendi është shëruan, është quhen duke ecë sikur mos me pas lëngue fare prej smundjes. Janë kthyr te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe I kanë tregu se çfarë kanë ndodhur me ta. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka pyetur, ka thonë wama yudrika annaha ruqya. Çka të bëni ty me ditë që ajo është kurim, një kem shërim për ta?
Atëhera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu duke I thonë se ndani atë deret mes juve, fadribu li bisahmin. Ka thonë edhe ma dani një pjesë edhe mua. Prej këtij hadithi, ti mos të keq kuptohet ky hadith thonë se pejgamberi alayhi salatu wasallam po ka nevojë për mall ose po kërkon mall prej sahabive, jo, por po qëllimi që kanë përmendur ulemoja është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith ka desh me ju tregu sahabëve se lejohet me marr nëse bësh sebeb edhe shëron shpërblim. Lejohet me marr shpërblim për ta. Kështu që këshilla e jem për këta persona është që t'ja lexojnë fëmijëve tyne ose kush smund ose shkel elhamin pjesë kur prej Kuranit, nuk ka pjesë saktuar, pjesë tjera prej Kuranit, Kurani tërë shërim, edhe me lexuar surat e fundit, dhe me emrin Allahut azza wa jall shërohet. Mirë po, nëse nuk din me lexu Kur'an, atëherë ne drejtohen tek hoxhallar, cilët lexojnë me Kur'an edhe sunet. U bën shërim me Kur'an edhe me sunet e jo me u drejtuan tek njerëzit cilët janë të panjoftën. Do shtanin tash në vendin tonë se filan hoxha po lexojke, filan hoxha po bëjke rukje ose shërim sen, ama nëse e vërteton edhe hulumton pak në gjë, e shef se ai person nuk shkon hoxha as kur gjë. Nuk shkon as hoxha as nuk njihet me dije, as nuk njihet me takullak, as nuk njihet as nuk njihet parimet e fesë, as nuk ka devotshmëri. Do shta ka edhe idojtaria apo bidate. Edhe me kalimin e kohës e shef se humbën njerëz të tillë. Subhanallahu, prej alamateve, prej shenjave të fallxhorëve, ose shfaqen një kohë pastaj humbën. Nuk din se ku me të filoni. Nuk din se me ta o shejtanit e kryen misionin e tij, shka e thonë atë person dhe largohet prej tina. E kanë nxjerr prej fesë. E kanë nxjerr prej dinit Allahut azza wa jalla dhe ai s'ka punë me ta. Vazhdon të tjetrit, andaj mos bëhemi na prej disa njerëzve, cilët nuk I kanë frikë Allahut azza wa jall, edhe e kanë marrën këtë sihrin, magjinë e tyne, fallën e tyne, si mënyrë se si me përfituar prej njerëzve, edhe si me avorën pasurinë e tyne. Kështu që kërkohet prej atyre personave të lexojnë Fatihatul Kitab, të lexojnë pjesë prej Kuranit sa të mundën, edhe me emrin e Allahut azza wa jalla. Nëse ka shprit Allahu subhanahu wa taala, shërohet as ka dyshim. Allah shpëlbet. Këtu gjithashtu ka prej njerëzve se edhe pse ti I këshillon ata që mos më shku te filan fallxhore apo sepse ai lutjet e tij që I shkruan ato ka ndoshta sene që qesin për fesë muhim të Allahut azza, prapë sërish shkojnë tek ata edhe përkundër pse I këshillon, apo ja tregon rrugën ku më shku dikon tjetër. Po për njerëzve ka të atil të cilët nuk kanë durim, thotë në sprovë që I ka godit ata, dëshirojnë brenda 24 orë me arrit shërimin ata. Atëherë ajo që ka kërkohet në këto raste është që ata, nëse nuk arrin shërimin më njëherë, me duru në ato që I ka sprovu Allahu azza wa jall, edhe me bo sabër, me shpresu shpërblimin te Allahu azza wa jall, e sigurisht se shërimi ka marrë shumë shpejt. Gjithashtu një këshill tjetër për shikuesit është që këto përveç kësaj që përmend Hoxha Baliu, se asesi mos më shku te fallçort. E para nëse shkon e nuk I beson 4 ditë nuk pranohet namazi. Nëse shkon edhe I beson fjalës që ka thonë ty, atëherë del me fjesë pesisht, po edhe këshilla më e madhe është për shikues që shikues më dash tjetrit mirën ashtu që ja me vetes. Sigurisht pajtosh do të më. Sepse xhelozia, inati, zilia, smira është prej shkaqeve kryesore që I shtyjnë njerëzit edhe me shku magjia ndryshme dhe se hire Allah shpëlbet.